kemi parë para aparati duke pozuar, por cila është jeta e tyre personale, që nga familja, fëmijëria dhe ëndrat e tyre për të ardhmen. Ndjekim bashk disa rrëfime nga konkurrentët zyrtare për titullin Miss Universe Albania and Kosova 2024. Përshëndetje, unë jam Tesi Pulaj, kam lindur dhe jam rritur në Tiranë. Aktualisht studioj në gjimnazin me drejtim gjustor Asim Vokshi, ku jam në përfundim të saj. Familja ime përbëhet nga 4 persona, nga mami, babi dhe motra ime. Unë jam fëmija më i vogël dhe gjithmonë jam ndjer më e përkëdhelur. Me babin kam shumë pika të përbashkëta, unë ati kam gjarë shumë në karakter, kokëforcinë e kemi njësoj, gjithashtu edhe guximin dhe dëshirën për të realizuar dhe plotësuar ëndrat tona. Gjatë rritjes, mami ka qenë frymëzimi dhe inspirimi më i madh për mua. Ajo më ka mësuar ta dua të bukurën, të ndjek dhe të realizoj dëshirat dhe qëllimet e mia. Dëshira ime më e madhe ka qenë të jem pjesë e këtij kompeticioni madhështor në imagjinë e këtij spektakli të mrekullueshëm, ku ke një miks emocionesh dhe ndjenjash. Bota që çdo fëmijë krijon brenda tij është e veçantë dhe unike, po ashtu ka qenë dhe fëmijëria ime, e larmishme dhe e bukur. Më vjen në kujtesë kohët e bukura kur mësova të ngisja biçikletën, një periudhë e fëmijërisë time kur mami më dërgonte bashkë me motrën për të ndjekur një kurs noti. Gjithashtu një kujtim tjetër i paharrueshëm për mua është edhe festa e betares, kur i kërkoja mamit që të dukesha më e bukura. Që në atë moment kam kuptuar se dëshiroj të jem pjesë e një vëmendjeje të madhe dhe të qëndroj para kamerave. Në familjen time gjithmonë kam bizotruar harmonia dhe lumturia brenda nesh deri në momentin ku ne mësuam se mami vuan nga kanceri i gjirit. Gjatë kohës që mami ishte në Itali dhe ne qëndruam këtu me babin, ishim dhënë për kujdesjen e tezes. Unë ja kam ndier shumë mungesën, pasi ajo ka qenë mbështetja ime më e madhe dhe lutesha çdo ditë që kjo betejë të merrte fund. Për fat të mirë, vajtjeve tona ju erdhi fundi kur ne mësuam se mami e kishte fituar betejën e kancerit të gjirit. Gjithashtu, ky ka qenë dhe momenti më i lumtur i jetës time, sepse mami im triumfoi në këtë betejë të vështirë dhe tregoi forcën e gruas që nuk dorëzohet kurrë. Përfitoj nga rasti për të dhënë një mesazh për të gjitha vajzat dhe gratë që të mos neglizhojnë asnjë kontroll mjekësor dhe gjithmonë të kujdesen për shëndetin e tyre. Dua që në një të ardhme të bëhem pjesë e botës së televizionit dhe spektaklit dhe jam e bindur se Miss Universe është një avantazh shumë i madh për mua për të më plotësuar ëndrrën që unë kam. Përshëndetje, unë quhem Marta Marku, me origjinë vi nga Mirdita. Jetoj në qytetin e Tiranës. Unë dua të flas pak dhe për familjen time, e cila përbëhet prej 5 pjesëtarësh. Unë jam motra e madhe, kam një motër dhe një vëlla më të vogël, dhe gjithashtu dhe 2 prindrit e mi të mrekullueshëm. Unë kam kaluar një fëmijëri të bukur, megjithëse pak e vështirë, por ishte mbretëslënëse. Jam rritur nga 2 prindër që na kanë mësuar me frymën e thjeshtësisë, me frymën e punës, disiplinës dhe kulturës. Ardha në Tiranë ka qenë pak e vështirë për mua, sepse ka ndikuar tek vetbesimi im që kisha, dhe socializimi që unë kisha, dhe isha jo frika se në mos u përshtatem me njerëzit, me shoqërinë, me ambientin e ri që ndodhesha. Unë kam qenë gjithmonë e llasuara babit. Normal që marrëdhënia me babain dhe vajzën është gjithmonë shumë e ngushtë dhe shumë e mirë. Ajo është përkraja ime më e fortë dhe është, mund të them, pika ime dobët. Atëherë nuk do të flas vetëm se kam qenë një motër pak jo agresive, mund të them, por ndoshta pak e rrep. Dua të them edhe për gjithë momentet e bukura që kam kaluar me motrën dhe vllain, gjithë përkujdesjen. Unë kam një vëlla të vogël, ai është, mund të them që është dashuria më e madhe e jetës time. Nuk ka nevojë për një vëlla tjetër, më ka mua, më ka motrë, më ka shok, më ka vëlla, më ka gjithçka. Se fundja fundit me këtë do bënte grushta ai në shtëpi, po s'mos kishte mua. Gjithashtu pa harruar dhe belecën time të vockët, ajo është motra ime. Unë jam e lumtur që kam afër vetes dhe kemi shumë pak diferencë moshe ndërmjet njëra tjetrës. Po është ajo që gjithmonë më merrte rrobat, merrte make-upet e mia, donte gjithmonë që të ishte mbas meje. Dhe po, pse jo, unë e kam marrë gjithmonë mbas vetes time, që të mësohet me mua dhe mos ndihet kurrë vetëm. Pasionin tim për estetikën dhe bukurinë e kam pasur që e vogël. Mami im ka qenë parukiere dhe
Aty ishte gjithë dita ime nga mëngjesi në darkë, duke veshur vellot, duke bërë pisato dhe zhull me kape që i bëja lëmsh fare. Normal, as diskutoj që drekën do haja aty, se nuk largohesha prej vendit ku kisha dëshirë që ndroja gjithmonë. Duke qenë gjithmonë në sallon, kam arritur të kuptoj të bukurën, ta dalloj atë, si zgjidhet ajo, si përshtatet, dhe prandaj vendosa ta profesionalizoj këtë pjesë, duke bërë një kurs për make-upin dhe estetikën e përgjithshme. Jam e lumtur që atë pasion që kisha më përpara, tani e kam profesion dhe është fitimprurëse për mua. Krahas kësaj, kam filluar dhe shkollën për menaxhim biznesi, më ndihmoi që në të ardhmen të hap një sallon më të madh dhe të kem mundësinë ta mirë menaxhoj sa më mirë të jetë mundur. Pjesëmarrja në Miss Universe Albania është diçka që unë kam pasur gjithmonë dëshirë, është një ëndër që kisha kur isha e vogël. Gjithmonë më kanë thënë që kam ato tiparet e bukura, të lezetshme, për të qenë një miss dhe gjithmonë më thonin miss i vogël. Në lagje, gjithmonë kemi organizuar mise, Miss Lagja, Miss Pallati, dhe ishte me të vërtetë diçka shumë e bukur dhe një ëndër që thoja, a do mund të arrij kur të rritem? Dhe ja sot jam këtu në Miss Universe Albania 2024 duke marrë pjesë, dhe pse jo, për të fituar. Dua ta përdor këtë kompeticion si një avantazh për të ecur përpara në të ardhmen time, për të bërë dikush në botën e menaxhimit biznesit, në botën e sallonit që do hap, dhe pse jo të më ndihmojë në gjithçka. Në këtë rrugtim jam shumë e lumtur që kam familjen time pranë. Jam e lumtur edhe që vëllai im më merr gjithmonë në çdo orar, më shikon si dukem, i pëlqen buzë të kuqa apo jo. Dhe jam shumë e lumtur që i kam shumë afër vetes time. Unë të them lirshmërisht që unë jam shpirt i fesës në shoqërinë time. Gjithashtu edhe në familjen time. E di që mami, motra ose vllai dhe babi po të mos kenë mua në shtëpi, e di që bjen shumë qetësi dhe i merr malli për atë zhurmën time. Dhe kur mendon që më së fundmi gjithçka po shkonte më së miri, babai im, i cili është polic, pëson një aksident me krye të detyrës. Këtu filloi gjithë rrugtimi i vështirë për familjen time. Në fakt neve nuk na dhanë shpresa për jetën e tij. Ishte shumë e vështirë të jetoje, si të thuash, në pragun e derës spitalit për muaj të tërë jashtë, çdo ditë nga mëngjesi në darkë, vetëm të prisin një lajm të mirë me shpresën e Zotit që të na jepin doktorët që mund të bëhej mirë dita ditës, por ai kishte shumë probleme. Spitali u bë shtëpia jone e dytë. Ishte një përjetim shumë i keq, sepse duke qenë se unë jam një motër e madhe, duhet kujdesesha për vllain dhe motrën, si nga ana fizike, ashtu dhe nga ana psikologjike, që t'i mbaja afër, t'i mbështesja, t'i thoja që gjithçka ishte mirë, edhe pse në të vërtetë nuk ishte as pak mirë. Nga ana tjetër, unë duhet të isha forcë dhe krahë për mamin tim, e cila ishte çdo ditë pranë tij, nuk u lodh kurrë me të qëndronte afër në çdo moment të jetës. Ishte e vështirë edhe të dëgjoja nga njerëzit lloj-lloj opinionesh, ku mund të thonin që përse këta nuk kanë veshur të zeza. E si mund vishja unë të zeza, kur shpresoja që babai im të bëjë mirë dita ditër. Ishte shumë e dhimbshme të shikoja që kryefamiljari dhe shtylla e familjes mos ishte pranë nesh. Ne nuk kemi mësuar kur që ai të ishte larg nesh, nuk kemi mësuar kur larg tij. Nuk kemi mësuar që mos kemi përqafimin e tij çdo ditë dhe ne kemi qëndruar për muaj të tërë pa përqafuar ato. Ama sot ai është shumë mirë dhe jeton një jetë të shëndetshme. Jam shumë e lumtur që e kam pranë vetes, është motivimi im më i madh. E di që ky është një kompeticion bukurie dhe lumturie, por nuk mund të rria pa ndarë me ju, për t'ju treguar që çfarëdo jeta ju sjell dhe ju demotivon, ju kurrë mos dorëzoni, thjesht vazhdoni përpara, bëni gjithmonë më të mirën e mundshme derisa të arrini atë çfarë doni. Dhe me shpresë dhe mendimin e Zotit arrihet gjithçka.